umetit pejgamberit Allahut ja ka letu edhe ma shumë. Se agjerimi i popujve të mëparshëm ka qenë me braktisë ushqimin, pirjen dhe të folurin. A nuk thënë të Merjemi inni nadhartu lirrahmani sawma falan ukellima al-yawma insiya? Unë kam bën një jetë me agjeru dhe nuk i flas askujt. Para mendohet shqiptarëve me pasar agjerime dhe mos me fol. Para mendohet, do të thonë që edhe mos me fol. A popujt e mëparshëm e kanë pas. Mos me ngron, mos me pi, mos me pas kontakt me gruan dhe mos me fol. Ciao. Dhe orari i agjerimit ka qenë majgot. Iftari dhe sifiri ka qenë mes akşamit dhe jacijës. Si e mes akşamit dhe jacijës? Po na strit cigarës e një pas na pik, po ha stri. Do thonë që një iftar ki qenë para se me dherë jacija sifir. Qështu ka qenë agjerimi? Në fillim. Po me bo vakiti, me ardhe edhe një iftar, edhe dze gjumi, e kota, tëp, edhe s'ki qeli iftar, duesh me vazhdu edhe nesër. Qështu ka qenë agjerimi? Pejgamberit Allahu Azza wa Jalla ja ka ngrit, ja ka përgjysmu, natën ka thonë hani dhe pyni. Për këtë arsye, Islami, bukuritë e Islamit është që Islami ka ardhur që përshtatet gjithashtu me karakterin e njerit. Ka ardhur mesatar i drejt. S'ka bë dallim mes njeriut me ziut dhe të bardhë. S'ka bë dallim mes arabit dhe jo arabit. S'ka bë dallim as mes burrit dhe gruas, në aspektin e shpërblimit. Shpërblimit i kanë njësoj. Për shkak se kjo është drejtësia absolute e Allahut Azza wa Jall. Ke Islam ka ardhur fe e lehtësisë. Pejgamberi Allahut e ka dashur lehtësinë. Para transmeton Aisha radhiyallahu anha që thot pejgamberit Allahut nuk ju ka dhënë rast me zgjedh mes dyve vetëm se e ka zgjedh më të lehtën nëse nuk ka pas gjuna. Do thonë që ta shpejtësej më të gjithë. Qish më të lehtën do të s'po falnë. Jo, me lën namazin e gjuna. A më kur ti jipet rasti me zgjedh mes dyve, ta zgjedhi kët apo kët? Cëlla është më e lehtë për ti? Me mora abdes me ujë nxehtë apo ujë të zoftë? Ha? Me qëta e kije ma se vop. Qa janë është ma se vop për ti? A ma se vop mi dhonë mest konve a mi lau. Cëlla ma letë që janë ma se vop. E më rëtë vesh. Allahu Azza wa Jall neve ka ardhur me fe me na i letësu, jo me na i vështërsu. Këtë fe kush e posedon të rrush? Përveç e neve. Ha? A e posedon dikush? Për edhe fe Allahu Azza wa Jall është madhore. Që pejgamberi Allahut ka ardhur gjithashtu hapa sahabe neve na i ka spjegu, ka thonë kur të hani mos e tepro, ama dhe mos u ban as ket mos me ngriç, për shkak se trupi lip me majt shëndetin tanë. Ku t'jepni duni me dhonë, ama dhe mos u ban në kuprac mesatar. Na jena umet mesatar. Për këtë arsye feja Allahut Azza wa Jall a fe nga njimtare. S'ka mundësi bota ta pranon dhe një din përveç se Islami. Dhe kejt kjo që i bot anti-islame, që janë shdo bon në përmes mediave ndryshme, bot për që këtë qështë. Se nuk kanë sistem, nuk kanë fe, nuk kanë religion që i përshtatët në të shmërisë e njeriut të mequ. Veç feja. E vetë me feja është ajo e cila i plëtson këto kritere. Për ata, Allahu Azza wa Jall veçanti këto ditë, për këto ditë, për si vjetë ja ka fillu, mendoj se ajo aleon se e muslimanve me evropianët. Se evropianët ta shkan med në balë, ju e dini, gjendjen politikë.
Për këtë arsye Allahu Azza wa Jall është duke I hapën dyrët e pranimit të Islamit në veçanti në Evropë, në kalat e Evropës ka me shkel Islami shumë shpejt, ka mu çliru këtë vend. Për shkak se bota e Evropës është bota e shkencës, bota e turisë, bota e përparimit. Dhe nuk përpudhet, s'ka mundësia I kthehet krishter të botë, ta ngojë priftin vigja I di dhe ti s'duhesh me dit as me lexu. Ato për këtë arsye kanë përmbys kish. Për shkak se ka qenë fe e ngurtë. Feja islame është feja e cila depërton dhe ka me depërtu, ku ka depërtu nota dhe dita. Se është feja e natyrshmërisë, është feja e shkencës, feja e përparimit.